Ministri i Arsimit Mirela Kumbaro ka sqaruar sot se ligji për barazinë gjinore është në përputhje të plotë me direktivat europiane dhe nuk përmban asnjë element që cënon traditën apo vlerat shoqërore shqiptare. Në një takim të zhvilluar në kuadër të projektit për ndërtimin e një shkolle qytetare mbi bazat e vlerave europiane, Kumbaro theksoi se çdo nismë ligjore në Shqipëri udhëhiqet nga parimet e Bashkimit Evropian dhe konsultohet gjerësisht me publikun. Të gjitha projektet që qeveria bën, të gjitha projektet që aktorët e shtetit shqiptar, por dhe të shoqërisë civile apo të grupeve tjera të interesit, përfshihen në të njëjtën rrugë atë të integrimit evropian. Ju duhet të dini që çdo iniciativë që ne bëjmë, sidomos iniciativat ligjore, kanë një detyrim ligjor që është gjithashtu dhe një bindje politike që ne kemi. Të jemi në të njëjtën linjë me direktivat europiane që rregullojnë jetën demokratike në vendet tona, qoftë në Bashkimin Evropian, qoftë në Shqipëri, që përgatitet. E njëjta gjë ka ndodhur edhe me ligjin në fjalë, i cili gjithashtu ka qenë objekt i të gjitha diskutimeve, konsultimeve. Ministria u ndal edhe te roli i mediave, duke kërkuar më shumë kujdes dhe verifikim përpara publikimit të informacioneve që shpesh sipas saj përhapen në mënyrë të gabuar në rrjetet sociale. Përpara se të bëni pyetje, të merrni ta lexoni vetë tekstin e ligjit dhe kështu do të kuptoni më mirë cila është pjesa e dezinformimit që bëhet dhe cila është pjesa e realitetit ligjor dhe ndoshta këtu është roli shumë i rëndësishëm i mediave për të komunikuar, sepse shpeshherë dëgjojmë diçka dhe nuk i shkojmë deri në fund për të shpjeguar se si është e vërteta dhe se si është i shkruar një tekst ligjor. E pyetur për shqetësimet që kanë ngritur disa prindër dhe përfaqësues të besimeve fetare për përfshirjen e temave që lidhen me komunitetin LGBT në tekstet shkollore, ministra Kumbaro i cilësoi ato të pabazuara. Të gjitha programet shkollore ne i kemi të gjitha të botuara, ato kalojnë në një proces shumë të gjatë diskutimi, përgatitjesh dhe trajnimesh, pra kualifikimesh nga mësuesit. Prandaj, është shumë e rëndësishme që ne të komunikojmë mesazhin e dur prindërve, klasave, mësuesve, përpara se sa të hedhim shashka, siç janë përpjekur aktorë të ndryshëm të hedhin dhe më vjen shumë keq sepse shpeshherë dezinformimi fal edhe komunikimit të teknologjisë zë nganjëherë më shumë vend se sa e vërteta. E vërteta është që çdo gjë që ne bëjmë, çdo gjë që shkruhet, çdo gjë që miratohet, kalon në filtra shumë të rëndësishëm. 1. Të konsultimit publik, 2. Të përputhjes me direktivat europiane. Ku bën pjesë gjithashtu edhe ky ligj që është miratuar dhe në të cilin gjithçka është thënë janë të pavërteta në dezinformimin e madh publik, për çka vjen shumë keq, por prandaj jemi këtu që të komunikojmë dhe të sqarojmë çdo element. Sipas ministret, dezinformimi që qarkullon në rrjet shpesh zë më shumë vend se e vërteta ndaj institucionet publike kanë detyrimin të sqarojnë qytetarët me transparencë dhe profesionalizëm.